Allahun e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton, atë që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. Nuk ka kush që e humb, ndërsa atë të cilën e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. S'ka dyshim se fjalët më të mira janë fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. S'ka dyshim se bidatet, risit në fe e çojnë robën në humbje dhe çdo humbje ka përfundimin në zjarrin e xhenemit. Zoti na ruaj prej zjarrit të xhenemit neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Të nderuar vëllezër, në këto minuta të cilat do të jem së bashku kam vendos të flas për një çështje të madhe. Apo me thonë më ndryshe, për një musibet të zamanit tonë që sa do që të flasim për këtë çështje, kem melon mongi, duhet hala me fol. E për çka është fjala? Është fjala për mbysjen e vlerave. E kom emëru këtë hutbe për mbysja e vlerave. Jetojmë një koku janë për mbys vlerat. I dituri quhet i paditur. I ndershmi bëhet i pandershëm. Tradhtari i besueshëm. I shthururi i lirë. Ndërsa ai që e flet të vërtetën, ai i cili e qet në punë atë çka Zoti e ka thonë dhe e ka lyp pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej tij, ai etiketohet me shumë etiketime, njeri i rrezikshëm, terrorist, kështu, ashtu, me 100 etiketime. Ndërsa ata të shthururit që nuk lojnë të flisht po e bo, ata dhe të lirë, edhe çdo herë përdoret kjo karta që na mësuan me ndëgju, liria e shprehjes. Pse e shona i fen? Dhe ta liria e shprehjes. Pse i shon figurat fetare? Liria e shprehjes. Kur një fetar del dhe flet për gjëra që duhet me i mbrojt, a thot kjo i pa kuptueshëm, nuk pe kupton realitetin, nuk është kështu, nuk është ashtu, do të thot ndrojnë apo përmbysje e vlerave. Përmbysje e vlerave. Për atë dashurit e mi, është një koku besimtari i vërtet, vallahi frigohet. Frigohet për veten e tij dhe për familjen e tij. Se aq shumë zbukurohet e keqja. Jo është zbukuru e keqja njerëzve sa janë normalizu njerëz, janë familiarizu me të keqen. Jo familiarizu me të keqen dhe nuk ju lem për shtypje mo ajo çështja voton. Përkundër, kur vjen dikush me të mirën, këshyret me një sy ma ndryshe. Unë kam zgjedhur një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i cili hadith na paralajmëron për këtë kohë. Vetëm se ne nuk guxojmë, edhe nuk është për metodologjisë e Ahlus-Sunnetit, me prej me thonë po bashkë kjo kohë. Ama këto fjalë që i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a ka diçka pi këtyre fjalëve që i ka thonë që ne na ty përjetu, e që unë besoj në vitet e ardhshme edhe mazi ka marrë kjo. Se vetë pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thonë se cila gjenerat që vjen gjenerata pas saj do të jetë më e keqe se e para. Sa më afër kiametit njerëz shkojnë tu kalu ka e keqja më shumë e më shumë. Cili hadith është hadithi Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë hadith, do t'ju vinë njerëzve vite, do të vinë vite mashtruese. Çka ko kanë, çfarë mashtrimi po ndodh kanë këto vite? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i besohet gënjeshtarit. Dëgjoj, i besohet gënjeshtarit. I jepet në besë, në amanet, tradhtarit. Pastaj thot,
nuk i besohet besnikut, si besohet besnikut. Pasaj, wa yantiqu fiha ar-ruwaybida, dhe flasin ruwaybidat, kile. Wa ma ar-ruwaybidatu, i than, oj dërgumi Zotit, kush janë ruwaybidat? Kjo fjale çuditshme. Kush janë ruwaybidat? Faqal ar-rajulu at-tafi yatakallamu fi amri al-am. Thot, një njeri pa vlera, dhe i ulp që flet për çështjet e përgjithshme njerëzore. Fol për çështje të mëdha. Me një fjalë nuk është i thirrur me fol për ato punë. Wallahi ladhim që to që i ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se i besohet gënjeshtarit, i besohet, i jepet detyra tradhtarit për gënjeshtot i sinqerti, dhe nuk besohet besnikit, nuk i besohet. Dhe flasim për çështje të mëdha të ummetit, njerëz me pavlera. Për atë dashurit e mi, personi i pavler, çka nuk kupton personi i pavler? I pavler në mendime, i pavler në moral, i pavler në diturinë e tij, pa kompetenca, jo i thirrum, merr guxim, të flas për çështjet madhore, dhe kjo merr vesh çelën i akont në secilin rrjet social, kime po njerëz që flasin për shëndet, këtu kanë herë tin mendja thush, aman ja Rabbi, në mesin ton kur i shet do të shkru, thush çdo i dyti është akademik. Çdo i dyti akademik. Flitet për fel, kret dietar bëhen. Flitet për politik, kret analista. Për gjithçka, gjithologa me një fjalë. Në fund kur e pyet me një pyetje të thjesht, cila është përgatitja jote? Cila përgatitja jote? E bërver se aj me bomia jep një flet A4 edhe një kimik e që të nëzër se 2 resht as din me i shkru. Po ma mërmenja, Allah, thush kë mashallah, Hafid ibn Tejmije. Nipi ibn Tejmije, sa u thonë. Thush kë o rrit në djep me libra, në vend djepit, ja kanë mbaru djepin për librave, me fletat librit e kanë e fladit. Ignorant, flet për gjëra të mëdha, me pyetje të thjeshta pasha Allahun, po du me qenë shumë i qartë. Se kanë erë po flasim, po kova pe qojme do s'pëmarin vesh. O ti që s'din me lexu fjallën e Allahut në originalitetin e ti, ti veç istikfar dush me bo. Veç dush me thonë astaghfirullah, hiq ma shumë. Me bo përpjekje me mësua, jo me t'himendja ty, me u fal, me i dal diku imam, e me fol për fe, hiq. Pa e flasë shumë qartë këto. A ti që du me thonë, ka thonë Allahu. A ti që du me thonë kjo? Kjo do me thonë se t'jenë në shkru si Zotit në tokë. Para dashurit e mi, jetojmë një koku, janë përmbys vlerat. Ndërhyn fena Allahut, pa dije. Ndërhyn çështje të ummetit, çështje që janë të mëdhaja, që dietarët të cilët janë zbardh. Duke mësu për fena Allahut, kur të pyeten për këto çështje, mendohen mirë çka me fol. Është këto pej lloçit pejes. Prej lloçit pejes ky i prej teshat me nerë kallzon kush për xhennet, kush për xhehenem, haram, halal. Ja Rabbi ya Kerim, lutfeka ya Allah. Pastaj ky është një paralajmërim dashurit e mi për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. I shohim gënjeshtart në për punë, në për çështje të caktuara në safat parë. E shah ato që i thirrum. Sot vallahi vjen me kojt. Vallahi ladhim, i bjen hisë dikuj edhe aty me dol. Po mërë parasysh se me qitë ton kokë 35 euro për kjo. Veç 35 euro, s'ban ma shumë. 35 kjo, 55 kjo, me 90 euro, bosh hoqë. E ndoshta qesin edhe aty imam, ndoshta edhe me kontrat punës. Ama ajo është gjahil, ignorant, koka ignorantit. E bom vaki në saf. Aty është dikush që ka dije shumë ma shumë, e është shumë ma meritor saj, po ko e përmbysjeve të vlerave, ku njerës me asë një vlerë, ku ke pobre ti me qu, me shti një kirurg, me shti në operacion kur ai kur
se ka bo asë një operacion jetën e ti. Ati që ka i bënë mërë ati të smunit, e masakron, po ati jam blën gabimin dheu. Po në fejnë Allahut, kur qitën njerës për para, të cilët nuk janë meritor me dojnë për para, masakrohet feja që është masakru edhe që shena të po, edhe të ndëgju e qka jena të po. Pejgamberi s.a.s. dashurit e mi, për përbysjen e vlerave ka tërgu se njerës e dijes nuk ndëgjohen. Wallahi billahi, apet për e thonë me plot përgjësion, du i thonë këto fjallë, du të mu frigu fort, se jep drejtën dikush me folë për një alim të madh që këtë ummeti islam ka dëshmu për dijen e ti, del kë prej loqit pesët si meret fjalla këti. Ja Rabbi ja Kerim, ka jem të shku, e Allahu që thët, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, për gjërat që ka nuk dini, pyetini ata që din, wala takfu ma laysa laka bihi ilm, mos u ças gjërave që ti nuk ke dije, nuk ke i thirrur to. Unë po flas në ato që kam takon me fol se jam një prej pjesëtarëve të fesë, jam inshallah taala po më mbore me thosë se meritojmë ja thon vetit me jap këtë epitet, po e na ngarku me to, me ju prim muslimanëve. Kjo përgjithësi. Edhe duhet me vol folas për fe, po kur po flas për fe, unë po flas në ato që unë jam i thirrur me vol, po kjo hin në secilën çështje. Na duhet më mësu me ndajt secilin në vendin e vet. Kur muslimanët nuk ndajnë në vendin e vet, ju vinë musibetet. Sikur se që ndodhi në luftën e Uhudit, kur pejgamberi alayhis salam aty në 51 shëgjetarëve i tha, mos lëvizni pi vendave t'juj. La tabrahu amakinakum. Mos lëvizni, tha, për vendave t'juj. Ata lëvizën, po çka ndodhi? E hopen luftën musliman, u vëran ma shumë se 72 sahabe. U vëra Hamza radiallahu anhu. Qa? Vetë pëse së ndajten vendin e tyre. E të është një mësimi madhë, që ndoshta do t'i vjen momenti me bajt një hytbe, edhe dojmë me qujtë ato me thonë, rinë vendin tënë. Po, rinë vendin tënë, se na bëm problematika kur së në vendin tënë. Kur ti jam synë me na doli mam aty, edhe s'dini me e lezu Kur'anin si duhet na bëm problematika, se s'pranot namazi. Kur ti e merë një përgjithësi atje në punë, bosh menaxheri një pikës atje, ki erë me menaxhitlok s'ki. Po njerëzit që se kanë frikën Allahut, edhe që mundohen gjithçka, veç me marë, me afru ka vetja, që përdojnë me një fjallë të popullit, me kap diçka, të kapi diçka. Edhe kjo ka anë hadith pejgamberi s.a.s. Ka thot pejgamberi s.a.s. se jeti zemenun, do të vjen një ko, kur nuk do të kenë dert njerëzit, pasurin e tyre e kanë marrë në formën e halal të haramit. Wallahi billahi, po thuj se në ato e prej këtë ko. Përmbysje vlerave të dashurit e mi. Edhe njerë po thëmë, për fat keq, shohim plot që nuk din me ndëru njerëz të dijes. Nuk ndërohen njerëz që kanë dije ashtu mu ndëru si duhet mu ndëru. Allahu kur i lavdon njerëz e dijes në librin e tij, thot yarfa illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Thot Allahu i ka ngrit tash çka. Drejtësia e Allahut është absolute. Thot Allahu i ka ngrit ata që kanë besu. E në mesin e besimtarve jonë disa që kanë dije, ata jonë drejtë lartë. Sot i besohet një njeri pa vlerë. Wallahi billahi dvjen me qajt. Kur ishe njerëz po as një vlerë, ndërohet, respektohet, madhrohet. Ndërsa vjen një njeri ditur që e nje librin e Zotit, e nje sunnetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, se bën mall kush se bën. Nëse ai e hapë një ligjerat caktuar, njerëz caktuar që e dojnë vinë, tjerë kanë nis disa dhe të safit parë mu bo modesta për balltën e punëve. Edhe që ata kanë bet jahila. Wallahi billahi po. Jo ndavon, vallahi kur gjos dallojnë për atyre që s'falin namaz. Dallimi mes tyre dhe atje tjerëve, ky bën namaz ai s'bën namaz. Sjellet e njëjta, gjuhën e njëjtë. Pse? Se nuk ka hinë në rrugën e përmirësimit. Para dashurit e mi, duhet me i rujt vlerat. Ruajtja e vlerave është prej imanit. Me atit vlerën të diturit.
mi a ditë vlerën të sinqertit, mi a ditë vlerën besnikut. E këto virtyte që të gjitha kanë qenë të Rasuli alayhi salatu wassalam. Një pi sahabeve, kur ka ardhur me pranu islamin, a që ka pranu islamin, dashurit e mi? Wallahi na kena nevoj për që si shembuj. Na kena nevoj mi u jep islam tjerëve me veprat tona, para se mi u fol. Kur e ka pa Rasulullah s.a.s. thot vallahi, thot e kom pa në ftyrën e ti se është njeri i sinqert. Thot kjo më ka bo me hin islam. Për Allahun pe pyes veten, edhe ti pyet veten. A jepi që ty në kur të shohin njerëz me Allah që kjo buri mirë është afton. Pa fol ti thot kjo buri mirë, o i sinqert kjo afton. A jetë që si ti? Se na me fol bukur se cili fol ma bukur se tjetri. Po islami nuk ka ardhur me fol. Islami ka ardhur me punu. Që shka thonë Shejk bin Bazi rahmetullah alej, na kena nevojnë zemonin ton me pas thirsa me vepra. Me qenë prej atyre që pasha Allahu na udhon këto të bojnë që si vlera kena e kom dëgju para do ditëve. Fort më ka pëlqyer një rast që kishë ndodhur te një hoxh i nderuar këtu në vendin ton. Tham telefonoj disa herë. Dikur e qova telefonin, tha po më thirr, po më thot, o bre hoxh, jam zart madh. Jam zart madh, po më vyn kaq parë, po më vyn. Tha i thash ban sabër, çfarë pe thirri dikon, tha e thira një xhamatli, ku je? Jam të dal pi Prishtinës, jo mos del, kthau çaja filonit në çka ka po të që kaq parë. Pi thot ai hoxha sa, se kom dal telefonin hoxh, thot para vetes e kom pa një kulet. E qela dhe qaq pare sa mbyshin, valla ishin kulet. Qaq pare. Shejtani thot mbaj ke luft, me i marë se kisha nevoj, e kisha gru në spital atje. Po thash ja, se kjo mali huj, na kanë mësu, hoxhallar, na kanë mësu, se mali huj se zboti jo t'i kur hiq. Wallahi tha sa, jo ngrit mirë me kove që kërë kom po, Allah musliman, tham qaj filon hoxha që parët. I mora, tha u nisa që kërë peshon një qëkret tjetër, o bre njerëz, më ka hup, tha Nikolet. Më ka hup Nikolet, bre, tha, bëse ka gjithë kush besem lazën të madhë për ato pare, tha she. Na kena nevoj për si vlerat dashurit e mi. Që elhamdulillah shoqërinë tonë po ka dhe po shojnë në përlojme, filoni ka gjetë 10.000 euro i ka qunë policie kështu. E jo si do dhe si të shojnë me nërë, bismillah hopa në gjep. E na kemë nevoj me ngrit në shoqërinë tonë kësi vlera. Vlera për mi përmbys vlera të kësia. Për mi përmbys vlera të kësia, do të të antivlera luftot me vlerë. Ignoranca luftot me dituri. Po besnikshmëria me besnikri, gënjeshtra me sinceritet. Zoti na i shtoft të mirë të mesin tonë, na boft pej të mirëve, na boft hizmeqar të mirëve. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.